Rusia të enjtën dorëzua municione bërthamore në objekte fushore në Bielorusi dhe shfaqi element të forcave të saj strategjike bërthamore, ndërsa tensionet me antarët evropian të NATO-s u rritën për shkak të luftës në Ukrainë dhe aktivitetit të dronëve në Baltik. Moska po kryen disa nga stërvitjet e saj më të mëdha bërthamore në vite, duke përfshirë 64.000 trupa, me qëllimin për të stërvitur forcat e saj në përgatitjen dhe përdorimin e forcave bërthamore në rast agresioni. Si pjesë e stërvitjeve, Rusia shfaqi një nëndetse me raketa balistike me energji bërthamore të klasit Borei, një avion antinëndetse Il-38, një MiG-31 të armatosur me një raket hipersonike Kinjal dhe raketa balistike ndërkontinentale RS-24 Yars. Si pjesë e stërvitjes së forcave bërthamore, municionet bërthamore u dorëzuan në objektet e magazinimit në terren të zonës së pozicionimit të brigadës së raketave në Republikën e Bielorusisë, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Stërvitjet përfshin forcat strategjike të raketave, flotat veriore dhe të paqësorit, aviacionin me rreze të gjatë veprimi dhe njësi nga distriktet ushtarake të Leningradit dhe Qendrës.